Ka filluar Kosova Health Forum 2025, një ngjarje e rëndësishme që mblodhi lider të sektorit shëndetësor, profesionistë dhe donatorë ndërkombëtar. Ky forum ka si qëllim të krijojë një platformë për dialog dhe bashkëpunim si dhe nxitje të reformave në sistemin e shëndetësisë. Gjatë ditës do të mbahen disa panele mbi çështjet kryesore që preokupojnë këtë sektor në Kosovë. Konferenca sot ka për synim që t'i bëjë bashkë të gjithë aktorët të cilët merren me shëndetësinë e Kosovë, duke u nisë nga sektori publik, sektori privat, organizata ndërkombëtare, lokale dhe ato jo qeveritare të cilat merren me hulumtime dhe me zhvillimin e shëndetësisë në Kosovë. Temat të cilat do të diskutohen sot janë tema aktuale në Kosovë, të cilat janë të domosdoshme për shëndetësinë e Kosovës, duke përfshirë temën për sistemin e qëndrueshëm financiar të shëndetësisë, për sigurimin qendrore në Kosovë, për pjesën e digitalizimit të shëndetësisë, gjithashtu kemi diskutimet për profesionistë shëndetësor apo mungesën e profesionistëve dhe zhvillimin e profesionistëve të ri shëndetësor, si dhe kthimin e profesionistëve nga jashtë. Gjithashtu do të diskutohet edhe për cilësinë e shërbimeve, akreditimin dhe ISO standardet në raport me nevojat e shëndetësisë në Kosovë. Gjithashtu në këtë konferencë do të diskutohet edhe kemi një institucion privat i cili do të tregojë në lidhje me turizmin medicinal, që është potencial shumë i madh në Kosovë, ku mund të zhvillohet dhe të kemi turizëm medicinal, ku tashmë kemi realisht institucione dhe shërbime që ofrojmë dhe nga gjithë vendet e Evropës dhe botës vinë dhe kryejnë trajtimet shëndetësore, prandaj edhe kjo është një element kryesor që do të diskutohet sot në konferencën e Kosova Health Forum. Fillimisht është kënaqësi që në Prishtinë, në Kosovë, mbahet një event i tillë. Këtu kemi bashkimin e mendjes, vullnetit dhe profesionalizmit të spitaleve shëndetësore private kosovare. Në këtë event dojmë që me shty edhe më përpara bashkimin e shëndetësisë në mes të institucioneve publike dhe private. Janë dy institucione të cilat duhen me ecë përpara së bashku dhe të ndërlidhura ndërmjet vete. Secili institucion ka nevojë për ndihmë edhe për suport njëra ndaj tjetrës. Dhe bashkimi i tillë që ky forum në të njëjtën kohë e ka qëllimin në këtë drejtim që së bashku mundemi me bë shumë punë të mëdha për të mirën e shëndetësisë kosovare. Menaxhoj programet e shoqatës drejta të pacientëve, një shoqatë që është themeluar para 12 viteve edhe punojmë vazhdimisht në këtë fushë. Sot jam me njërin prej paneleve që do të flas për kënaqësinë dhe eksperiencat e pacientëve në kujdesin shëndetësor si njëra prej indikatorëve të matjes së cilësisë, edhe është shumë të rëndësishme një forum të tillë për shkak se po flasim për një sektor, që është sektori privat, e cila jep një gamë të madhe të shërbime shëndetësore dhe është shumë me interes për pacientët në fazë si po trajtohen aty, cila është cilësia dhe siguria e shërbimeve shëndetësore që ata po i marrin këto institucione. Çështja e shërbimeve shëndetësore që limitohet shpesh nga financat që ata nuk i kanë dhe shpesh kanë shpenzime të papërballueshme dhe një pjesë e qytetarëve i lajnë shërbime të pamarrë si rezultati e mungesës së mbullshmërisë financiare.